Flasim pak për këtë marrëdhënien e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës në kontekstin e këtij konflikti. Vjen ky konflikt në një moment ku, le të themi, marrëdhënia politike, diplomatike mes Washingtonit dhe kancelarive europiane ishte në kulmin e një acarimi. Nëse për muaj me radhë ne pam Macron me shok, von der Leyen e të tjerë që tentonin ta merrnin me të mirat, luanin këtë kartën e zbutjes ndaj Donald Trumpit, së fundmi kishin vënë re që po i shprenin hapur divergjencat e tyre. Dhe ndoshta shpreja e këtyre divergjencave u shfaq së pari nga kryeministri i Spanjës, ku nuk pranoi t'i vendoste bazat në dispozicion të Shtetit Bashkuar të Amerikës për t'i përdorur në sulmet ndaj Iranit, që u duk sikur mori mirë kuptimin dhe mbështetjen e Macronit në mënyrë pak më të tërthore dhe diplomatike edhe të Londrës gjithashtu. Më vjen keq ta them të sepse jam plotësisht europianiste dhe e dua Europën me shpirt. Po kam përshtypjen që mezi presin çdo moment që të gjuajnë këmbën e tyre. Diplomacia europiane është një mishmash i pa organizuar. Nga njëra anë del kancelari i fuqisë më të madhe europiane i Gjermanisë dhe është krejtësisht pro luftës, do më shtetin në aleatët të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Bërtet që kjo është luftë e pat sfundmi duke bërtitur që kjo është një luftë ekzistenciale për Izraelin. Si do dukeshin gjermanët, domethënë nëse nuk do mbështesnin Izraelin? Se këtu kam përshtypjen është si një me situate shumë të automatikisht memoria do thotë gjermanët prandaj nuk. Jo, çështja si do dukeshin gjermanë nëse do mbështesnin interesin e vendit tyre, se dakor, dele vërtet që kjo është luftë ekzistenciale e Izraelit. Ku? Në Iran. Lufta nuk po bëhet në Izrael, po bëhet në Iran. Si mund të jetë lufta ekzistenciale e Izraelit? Pra, një. Zdyti, qëndrimi më racional, paradoksalisht, në Europë është mbajtur nga një parti ekstremiste gjermane, nga AfD-ja, e cila del dhe thotë që kjo nuk është një luftë e cila i shërben interesit ton, sepse nga çdo pasojë e kësaj lufte, të prekur do jemi ne. Nëse kemi valë migrantësh, të prekur do jemi ne. Ne, kriza e ekonomisë son, dhe Gjermania është në një krizë shumë serioze ekonomike, kriza e ekonomisë son vjen për shkak të çmimeve të larta të energjisë elektrike. Nga kjo krizë në Iran prodhohet vetëm rritje e çmimeve të energjisë elektrike. Atëherë si mundet që ne të mbështesim një luftë e cila kontribuon kundër interesave të vendit tonë? Pra, në këtë pikpamje, për shkak të interesave të ndërlidhura të Europës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne kemi qëndrime të tilla. Mund të shkojmë edhe më tej, po nuk dua që të shkojmë më tej në këtë rast. Një, zdyti, natyrisht që Spanja ka një lloj autonomie më të madhe strategjike, sepse edhe raporti ekonomik me Shtetet Bashkuara të Amerikës është shumë më i ekuilibruar dhe më i balancuar. Dhe kam përshtypjen që është ndër pakta është vend me suficit në raport me është vend me deficit në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës në tregti. Nuk ka varësi tregtare. Pra, nuk ka një varësi tregtare. Ndërkohë që rasti i Gjermanisë është një rast shumë specifik në këtë kontekst. Po ashtu edhe për shkak të dominimit të së majtës në Spanjë, kemi një kulturë kundër luftës, një kulturë të përgjithshme popullore kundër luftës, dhe qëndrimet e tyre edhe në rastin e Palestinës kanë qenë shumë të qarta. Dhe në fakt ka ruajtur Pedro Sanchez, pavarësisht se unë nuk kam patur ndonjë simpati të veçantë për të si politikan, ka ruajtur, le të themi, atë dignitetin e Europës në këtë rast. Këto dohet mënyra se si po i artikulon ai këto mendimet ndryshe, duket sikur Perëndimi kishte një lloj etje dhe reputacioni i tij është rritur jashtëzakonisht shumë në të gjithë Europën. Dhe ka një solidaritet jashtëzakonisht. Po paraprini pyetjeve të mia. Ka një solidaritet jashtëzakonisht të madh me të. Pse? Sepse në Europë qytetarët janë kundër luftës, kjo është e qartë. Ka një shkputje të madhe ndërmjet elitës politike dhe qëndrimit të njerëzve në Europë. Dhe ky, me qëndrimet e tij, thjesht shpreh atë që njerëzit mendojnë dhe duan që politikanët e tyre të shprehin. Dhe besoj është bërë edhe një lloj trendi, veçanërisht ndërmjet të rinjve në Europë. A mendoni ju se
këtu shikoj, lexoj le të themi analizat të ndryshme. Ka njerëz që mendojnë që pikërisht për këtë mbështetje të madhe që gëzon në opinionin publik të gjerë europian Pedro Sanchez mund ndihmojë që jo vetëm atë personalisht, por Spanjën ta kthejë në një vend më qendror në politikën e madhe europiane, se ne jemi mësuar gjithmonë ta shikojmë Europën në të rrafshin e boshteve, franco-gjerman apo italo-gjerman, u thamë që nëse Franca po e humb medaljen e Macronit nga skena pak nga pak po e humb, le të themi atë u fol për një boshtë të ri italo-gjerman. Për te këtyre, pra, dhe ka njerëz të tjerë që mendojnë që e vështirë të ndodhë një gjë e tillë dhe për faktin sepse pesha ekonomike, nuk është vetëm aspekti politik në mes, por pesha ekonomike që ka Spanja në Europë nuk e lejon atë që të ketë një zë më të madh se sa ky zëri simbolik, le të themi, dhe i bukur, simpatik që mund të vijë si mbrojtësi të drejtave. Nuk është për të neglizhuar Spanja. Spanja është ekonomia me rritjen më të shpejtë në Europë. Dhe nuk është një vend i vogël. 60 milion banor. Pra nuk është një vend për të neglizhuar. Është ndër vendet e mëdha të Europës. Zdyti, vendet e vjetra të Europës, Gjermania, Franca, Italia, janë vende në kontraktim në tkurrje. Dhe ne kemi një rritje në mënyrë të veçantë të dy ekstremiteteve, veriut dhe të jugut. Spanja në jug dhe Polonia në veri të Europës. Dhe kam përshtypjen që po krijohen dinamika të reja në Europë. Pavarësisht se në pikpamje politike kemi një kontekst të ndryshëm në Poloni dhe kontekst të ndryshëm në Spanjë. Por Spanja, mbas krizës financiare 2008-s, ka një rritje shumë të mirë ekonomike, ka një zhvillim shumë të mirë ekonomik dhe ka një lloj autonomie në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por do të shohim se si do të konsolidojë marrëdhënien me Kinën, sepse ka një problematik në raportet me Kinën dhe një lloj varësie në rritje në raport me Kinën. Por Spanja nuk është një vend i cili mund të neglizhohet. Dhe natyrisht ky vokacioni politik i cili është i pëlqyeshëm për gjithë njerëzit për shumicën e njerëzve në Europë, natyrisht që fillon dhe vendos edhe në qendër të zhvillimeve politike, sepse Spanja gjithmonë ka qenë në periferi të vendimarrjes politike në Europë, ku gjithmonë ne syti kemi vështrimin e kemi pas tek Franca dhe Gjermania. Macronit, i cilin e përmendëm, ndose po i afrohet, le të themi, momentit të daljes nga skena politike institucionale, u duk sikur ndërmori një lëvizje ditët e fundit që konsiderohet me peshë mjaft të madhe, jo vetëm për Francën, por për gjithë Europën. Dhe i referohet momentit të armatimit nuklear. Franca mbushjeve. Po, Franca hiq Mbretërinë e Bashkuar, që zyrtarisht nuk është pjesë e Unionit, por ruan bashkëpunimin. Me të, Franca është i vetmi vend në Bashkimin Evropian që ka armatim nuklear. Macron deklaron, do të rrisim mbushjet tona, nuk do të bëjmë publike numrin dhe jemi të gatshëm që ato që kemi do t'i vendosim në dispozicion të aleatëve, dhe këtu kemi parë vende të ndryshme të gatshme për t'i mirëpritur, nga Greqia e shumë të tjera në mes, nuk po bëj listën. Çfarë tregon ky momenti për Europën? Kam përshtypjen që nuk dua ta them të, por kam përshtypjen që është më shumë reagim kundër Gjermanisë se sa një reagim për rritjen e deterrencës nukleare në raport me Rusinë. Pse kundër Gjermanisë? Sepse ka një diskutim në rritje në Gjermani për mundësinë që Gjermania të krijojë armë bërthamore, armë nukleare. Dhe natyrisht kjo është red flag, është e papranueshme për Francën. Dhe besoj që në kushtet kur Franca nuk lejon që asetet e veta strategjike, deterrenca nukleare, të bashk menaxhohet, pra kërkon që të ketë sovranitet të plot mbi menaxhimin e deterrencës nukleare, dhe në kushtet kur në Gjermani diskutohet tani më hapur, nuk imagjinoi kjo para 10 vitesh, diskutohet tani më hapur për deterrencë nukleare, atëherë Franca është në revansh për të vënë në dispozicion deterrencën e vetë në mënyrë që të dekurajojë gjermanët për të patur akses tek deterrenca nukleare. Dhe besoj që ky është kyçi i asaj që Macron ka thënë së fundi. Profesor, pyetja fundit që kam, si e shikojmë në gjithë të kontekst konfliktin që kemi prej vitesh tashmë mes Rusisë dhe Ukrainës?
se duket sikur ne folëm për aspektin financiar të luftës, për aspektin e kapaciteteve prodhuese ushtarake dhe kushdo mbante me armatim Ukrainën, çfarë pikpyetjesh sjell një konflikt i tillë që të gjithë po thonë përgatitur se do zjas gjatë, çfarë pikpyetjesh ngre për konfliktin tjetër që kemi në e zgjat edhe më shumë konfliktin tjetër. Sepse në fakt një prej vendeve më të fituara mbas Izraelit, ndoshta i vendi i dytë më i fituar nga ky konflikt është Rusia. Tani imagjinoni rritjen e çmimit të naftës. Dhe nëse shkon ato çmime që janë përfolur, imagjinoni se çfarë prurje në buxhetin e shtetit të Rusisë do të kemi. Nëse Rusia në janar, me aq sa kam parë shifrat, ka marrë rreth 14 miliard dollar nga shitja e naftës dhe gazit, me rritjen e çmimeve mund të shkojë deri në 20-24 miliard dollar në muaj. Pra, pothuajse gati një dyfishim të ardhurave nga shitja e naftës. Dhe ne pam që dhe amerikanët kanë filluar të heqin në mënyrë graduale sanksionet ndaj shitjes së naftës ruse në raport me Indin së fundmi. Pse? Për të zbutur pikërisht rrezikun e çmimit të naftës nga bllokimi i Hormuzit. Në këtë pikpamje, sa më shumë para të injektohen në ekonominë ruse, aq më shumë zgjatet lufta në Ukrainë. Dhe ky është një element tjetër që tregon që Europa nuk di të artikulojë politikën e jashtme, sepse objektivi themelor i Europës është që të mbyllë luftën në Ukrainë. Por nëse Rusia fillon dhe përfiton edhe më shumë para nga shitja e naftës, atëherë si do të mbyllet lufta në Ukrainë? Pra, në të gjitha pikpamjet, Europa do duhet të reagonte në blok kundër një lufte në Iran, sepse shkon ndesh kundër interesave të Europës në të gjitha pikpamjet.